Përshëndetje, Afrite, kam një pyetje. Këtu tek ne është koha ku agjërojnë dhe duhet pyes që u kam agjëruar dhe më përpara, a është mirë ta bëj prap? Ratë para agjërimi dhe Ramadani janë thjesht festa të kalendarit hënor, që është thjesht vedik. Kuptohet, pastaj është për feja etj etj. Agjërimi. Për qenë e sinqert, edhe unë kam agjëruar më përpara, kur kam qenë 17-18 vjeç. Për qef. Sigurisht tani nuk agjërojmë. Por, puna është që në qoftë se një njeri han gjithë vitin, pin alkool, han mish, han keq, merr toksika, ndot natyrën, ndot veten, sepse trupi përbëhet nga 5 elementet e natyrës, do që tjetë prap do i rikthehet helmi. Pra, është toksik gjatë gjithë vitit, sigurisht që kur të vinë Ramadanin, atëhere sigurisht mirë është që ta agjërojnë, sepse kur je toksik, duhet bërë pra një pastrim. Por sido që t'jedhe këto që mbajnë Ramadanin apo jo në ora të caktuar, natën apo kur është ai orari për të ngrënë, nuk hajnë gjithë ditën dhe natën bomb toksike gjithashtu. Më e mira do të këshilloja është pra ushqimi i balancuar, që është dieta e balancuar gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë vitit, gjatë gjithë jetës. Nëse ke një dietë balancuar, han ushqim të mirë vegetarian. Dietën sigurisht të balancuar ne sqarojmë tek meditimi Lotus Ocean, seanca Lotus Ocean, jeni të mirë pritur. Pra, nëse han gjithë jetën, gjithë vitin, ushqim të balancuar, ke një jetë të balancuar, nëse për ditë ha ushqime të balancuara, dhe nëse ke kontroll ndaj trupit tënd dhe ke kontroll ndaj jetës tënde dhe ke kontroll ndaj pastrimit të trupit tënd, je vetëdijshme, atëherë ti nuk ke nevojë që të bësh agjërimin në ditët e caktuara. Pra, për ditë një jetë balancuese, për ditë ushqime të dura, atëherë ty jo vetëm që s'ke nevojë për agjërim, pra antitoksik, domethënë të heqësh toksikat e tuaja, por ke edhe një jetë të shëndetshme, pra balancuese për ditë. Në fakt ushqimi që ne ham është ilaçi më i mirë, por meqense ditët e sotme nuk ka një dituri të saktë ushqimit të dur, njerëzit nuk din tamam çfarë të hanë, sigurisht toksikat janë të mbushura plot dhe atëherë agjërimet ose këto gjërat bëhen të nevojshme. Por unë do të thoja që ndonjëherë dhe janë të panevojshme, sepse nëse ke toksik dhe do bësh çtoksikim gjithkohës, je duke hyrë për lart, toksika, antitoksika, toksik prap, pastaj kur mbaron agjërimi fillojmë me toksikat, ushqimi gabuar, mish, alkool etj. Domethënë keq mirë gjithkohës, domethënë nuk ke një balans, nuk ke një stabilitet. Prandaj qëndrëzimi është patjetër i këshillueshëm për gjithë fet. Mirë se vini tek meditimi Lotus Ocean.